26 prill 2026. Kemi një ndikim shumë të madh planetar dhe kjo javë kërkon vëmendje në çështje të mëdha që neve kemi. Kërkon vëmendje dhe kujdes nga disa takime që mund të bëjmë, sepse nga njëra anë na sjell mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë ndryshime të mëdha, në anën tjetër kemi problemet të ndryshme financiare, problematike të ndryshme, gjëra të ndryshme që do të kemi, por gjithsesi duket se kemi të bëjmë me një javë me shumë ndryshime dhe shumë gjëra që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave, çfarë na sjell dhe çfarë duhet të bëjmë. Kemi ndikimin e datës 20. Data 20 prill. Dielli kalon në shenjën e Demit, kjo është një ndryshim i madh për muajin sepse klima qetësohet dhe tani tutje energjia kthehet në stabilitet, siguri financiare, bazë materiale dhe praktik në gjërat tona. Hëna lëviz në shenjën e binjakëve që dita ndikohet shumë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe ndryshimet të mëdha që vinë. Është ditë e përshtatshme për plane financiare, organizim, qëllime dhe çështjet reale. Kujdes nga shpërqendrimi ose kokforcia në takimet që neve duam të kemi dhe të bëjmë. Kemi datën 21 prill. Data 21 prill ku hëna nga binjakët thekson komunikimin, kontaktet, idet, lëvizjet, diskutimet, Mërkuri në dash e bën që na bën të jemi më korrekt me punën, me karrierën dhe dita jep ritëm. Megjithatë, këtu nevojitet ndikimi më i madh sepse për llogaritjet dhe stabiliteti. Është një ditë e mirë për lëvizje të vogla, por jo vendime të nxituara ose vendime të rëndësishme. Në çështjet përfundimtare kërkohet pak kontroll paraprak. Ditë e përshtatshme për diskutime, kontakte, dokumente, marrëveshje të vogla, kujdes nga nervozizmi dhe sipërfaqësia. Pra gjërat që janë sipërfaqësore mos i marrim të mirëqena sepse mund kemi probleme në një kohë të caktuar. Kemi datën 22. Data 22 prill. Hëna lëviz në kafore dhe ndryshon përsëri klimën tonë. Tani nevojat bëhen më emocionale, më familjare, më të theksuara dhe kjo do thotë zhvendoset tek siguria, shtëpia, dashuria, paqja e brendshme. Afërdita në Dem dhe Jupiteri në kafore ende mbajnë një mbështetje të bukur në stabilizim në çështjet e punës, sepse lidhet shumë me shenjat e tokës dhe shenjat e ajrit. Është një ditë që ndihmon të ndihesh i mbështetur ose të ofrosh ngrohtësi. Është shumë ditë e përshtatshme për familje, rilidhje në problemet që keni pasur në çështjet emocionale, në financat që të jenë mbi një themel të fortë. Kujdes nga mbindjeshmëria dhe lidhjet të papritura ose të pakujdesshme, gjërat që janë të shkujdesshme ose gjërat që ndikohen në këtë drejtim, duhet jemi të vëmendshëm. Kemi datën 23. Data 23 prill ku hëna nga folja vazhdon të na bëjnë më të ndikuar më intuitiv.